Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi ditën e sotme sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë për të folur për një histori dashurie, për të folur për disa fotografi, për disa puthje, emocione të cilat na çuan të mendojmë drejt një romance që po krijohej në një film, drejt një dashurie që na pasiononte të gjithëve dhe ndoshta shumë çifte merrnin shembull se sa bukur jeton ky çift që po çmante rrjetin social. Do flasim për Jonathanin dhe Rozalatin, të dy të njohur shumë nga platforma televizive Big Brother, Jonathani si pjesë e Big Brother VIP Albania 2 dhe Rozalati si pjesë e Big Brother VIP Albania 3. Pa pritur në mediat shqiptare, konkretisht në median ros, doli në sken lidhja e dashurisë që Jonathani kishte ndërtuar me Rozën. Një lidhje dashurie që menjëherë u kurorëzua me unas, u kurorëzua me emocion dhe u kurorëzua me shumë kreativitet dashurie. Shumë lule, shumë mesazhe të bukura, shumë fotografi tërheqëse. Një çift që në fakt thonim të gjithë preke hunën e mashallah se ishin perfekt, por siç duket aty ku ne mendojmë që gjërat shkojnë më mirë, aty ku ne mendojmë se çiftet janë ideale, aty ku ne mendojmë se ekziston dashuria më e bukur, aty ndodhen edhe ndarja në momentin e papritur. Po përflitet lart edhe poshtë, po një fjalë popullore thot, ku ka zë s'është pa gjë, dhe pikërisht Jonathani dhe Rozalati siç duket i kanë dhënë fund më marrëdhënies së tyre dhe kanë mbyllur dashurinë e tyre. Po flitet shumë nëpër media ros për këtë çiftin, dita e sotme ka qenë në shënjestër të këtij çiftit, por unë dua të sjell pak detaje, një analizë që ne kemi bërë në fakt si rrjet digjital për t'ia shpjeguar publikut edhe më bukur se çfarë po ndodh me Rozalatin dhe Jonathanin, ku nëpër intervista tregonin dashuri, tregonin emocione, tregonin lumturinë e tyre, ku fytyra e tyre shkëlqente, por pas kamerës, siç duket, pas ka patur edhe nga ato zënka, apo nga ato mosmarrveshje apo mos kuptime të botës së njëri tjetrit. Prej disa muajsh, Rozalati dhe Jonathani Islami kanë qenë një nga çiftet më të komentuara dhe më simpatike të showbizit shqiptar. Një histori dashurie që fillimisht u mbajte fshet, por më pas u bë publike përmes fotove, momenteve të ëmbla dhe deklaratave romantike. Në këtë mes dua pak të përfshi dhe aktoren e madhe shqiptare Rita Latin, e cila në një intervistë kur foli për Rozën, kur foli për Jonathanin, ishte një ndër nënat më të bekuara, ishte një ndër nënat më të lumtura që Rozalati në fund kishte marrë atë që ajo kishte dashurve, do me thënë atë që zemra i kishte rahur, por siç duket, kjo gjë nuk zgjati shumë. Për shumë javë edhe muaj Instagrami i tyre u kthye në një galeri dashurie. Realisht ka qenë në një galeri dashurie, po të futemi në Instagramin e tyre, do shikojmë çka mos. Me poza pranë njëri tjetrit, me buzëqeshje që flisnin më shumë se fjalët dhe me udhëtime që i bënin fansat të ndëronin. Por së fundmi diçka duket se ka ndryshuar në këtë mes, do me thënë i gjithë ky skenar, le ta quajmë skenar dashurie, i gjithë ky skenar dashurie i bukur, i gjithë ky film, i gjithë ky emocion, u rikthye krejtësisht në një gjë tjetër. Do me thënë unë gjithmonë jam në fakt më dhimbset kur dashuritë e vërteta nuk përfundojnë bashkë me njëri tjetrin. Këtë pjesën e kam, unë gjithmonë jam pro dashurisë, do me thënë që në Big Brother 2-shin, Luizin dhe Kiarën kam komentuar gjithmonë pro dashurisë, të gjithë banorët të cilët kanë qenë, të gjithë artistët, ndoshta jam i vetmi nga gazetarët e showbizit që kam luftuar për dashurinë e tyre, por sot vërtet e shoh pak si me dhimbje këtë emocionin e këtyre. Flasim për buzëqeshje që flisnin më shumë se fjalët dhe udhëtime që i bënin fansat që të ëndëronin, por së fundmi diçka duket se ka ndryshuar në këtë çift. Nëse sot vizitoni profilin e Rozës, nuk do të gjeni më të gjitha ato kujtime të bukura me Jonathanin. Ka mbetur vetëm një foto ku ai shfaqet me kurisë mbi një varkë i shoqëruar nga miqtë të tyre. Ndërkohë të gjitha postimet e tjera janë zhdukur. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në profilin e Jonathanit, ku gjurmët e dashurisë publike janë të larguara. Pyetja që lind të natyrshëm është kjo: a bëhet fjalë për një krisje në marrëdhënien e tyre, një sher kalimtar,
apo ndoshta gjithçka është bërë për arsye personale që vetëm ata të dy din. Tani po të ishte një krisje kalimtare apo një zënk e vogël, jam shumë i bindur që Roza Lati dhe Gjonatani, duke e ditur që Instagrami, rrjetet sociale sot janë shndruar në identitetin ton, nuk do të hiqnin njëri tjetrin nga Instagrami apo nuk do të fshinin fotot, sepse fotografia është shumë e rëndësishme për të kuptuar një çift nëse është ndarë, kliko te Instagrami, shiko se ka foton, ka marrë fund muhabeti, domethënë. Megjithatë, një detaj i rëndësishëm nuk duhet lënë pas dore. Roza dhe Gjonatani vjojnë e ndetën ndiqje në rrjetet sociale, një fenomen që ndodhi mes Heidit edhe Romeos, ku kohën e fundit, domethënë i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre. Tani, ku mbeta këtu? Kjo na lë të kuptojmë se nuk bëhet fjalë për domosdoshmërisht për një ndarje përfundimtare. Kujtojmë se gjatë gjithë verës çifti është parë shpesh bashkë në jug të vendit. Gjonatani, i zënë me sezonin turistik, kishte pranë vetes për 3 muaj me radh moderatoren e njohur e cila e shoqëroi dhe ndau çdo moment të rëndësishëm me të. Në një intervistë të mëparshme, Roza kishte folur plot emocion për historinë e tyre, duke e cilësuar Gjonatanin si shpirtin e saj binjak, që e kishte gjetur rastësisht në det. Dashuritë e bukura nisin sirena brenda detit dhe ky delfini i bukur që vije për qafon. Ajo kishte rrëfyer se që nga dita e parë që u takuan nuk ishin ndarë më. Në lidhje me planet për martesë, moderatorja kishte qenë e qartë se ishte shumë herët për të menduar për këtë hapin. Domethënë, thjesht kishin një fejes, le ta themi, sepse fejes, një tip marrëveshje kishin, për të bërë lidhjen e tyre publike, për të dalur publikisht, por Roza normalisht nuk ndjeshte gati për martesë. Ajo theksoi se më e rëndësishme se gjithçka ishte dashuria që ndanin dhe qetësia që kishin gjetur pranë njëri tjetrit. Në fund të ditës, në një dashuri është shumë e rëndësishme kush është njeriu që të jep qetësinë, se pak rëndësi ka martesa, këto budallalliqe, domethënë, që bëhen, por rëndësi ka që ti të jetosh, të shijosh momentin me njeriu që ty të jep qetësinë. Në një tjetër moment, Roza ju ishte përgjigjur ndjekësve të saj në Instagram duke deklaruar se kishte gjetur njeriun e duhur. Domethënë, këto gjëra kanë ndodhur më herët para se të ndodhte kjo krisja, që ta kuptoni, sipas pastaj filloni o tiron çathe se keni lind 7 muajsh. Domethënë, më herët i ka shkruar kjo si ka shkruar sot kjo. Domethënë, sot nuk kam asnjë foto që ta kuptoni se ndonjëherë bën edhe çik trash. Tani, edhe pse Gjonatani është 8 vjet më i ri, kjo nuk ka qenë pengesë për ta, përkundrazi, marrëdhënia e tyre kishte sjell harmoni dhe shumë lumturi. Pyetjeve të shumta për fëmijë apo për shtatzani, Roza ju ishte përgjigjur dikur, duke thënë se nuk kishin asnjë presion, domethënë do bëni fëmijë kur ta ndjeni vetë, nuk e kishin punën e fëmijës që ta bëni tash fëmijë se do duhet bëni fëmijë që të rini bashkë se në shumica kështu kanë bë. Ata ishin të fokusuar te tashmja, duke shijuar çdo moment pa menduar shumë për të ardhmen e marrëdhënies së tyre. Ndërkohë fakti që pas pushimeve në jug fotot janë hequr, domethënë kthehemi në kohën e tanishme, fotot janë hequr pas pushimeve, domethënë pas sezonit veror, ka ndezur kuriozitetin e fansave. Çfarë ka ndodhur në të vërtetë? A është kjo një shenjë, një krisje mes tyre, apo thjesht një vendim për të mbajtur marrëdhënien më private? Përgjigjja ende mbetet mister, derisa Roza apo Gjonatani të thyejnë në heshtjen, gjithçka që mund të bëjmë është të presim dhe të ndjekim zhvillimet e ardhshme. Një gjë është e sigurt, ky çift ka tërhequr gjithmonë vëmendje dhe çdo ndryshim në marrëdhënien e tyre është një lajm që në fakt po bën bujën e madhe. Ne do të jemi këtu për t'ju sjellë çdo detaj rreth këtij çifti. Ne do të takohemi sërish së bashku. Unë dua të marr mendimin tuaj në koment, si e shikoni ju këtë marrëdhënie, jepeni mendimin tuaj. Ju kam thënë është vetmja dritare që ju mund të flisni si t'ua ndjen ju, hiç domethënë pa pardon. Kështu që jepni mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë, mos bëhet e gjitha kjo një mekanizëm marketingu që Roza dhe Gjonatani të kapin medjen, apo është vërtet një çift që i ka dhënë fund martesës së tyre.